Bashkim Lika, fermer nga fshati Beçisht i Tepelenës, ka vendosur të aplikojë këtë vit në skemën kombëtare të investimeve për bujqësinë. Ai zotron rreth 1.5 hektar tokë bujqësore. Për mbjellje, vaditje me pika dhe rrethim parcele. Rreth sa hektar keni? Afërsisht 1.1 hektar. Para i kishim për blektori, mbillim jo të shërë, jo. Tani do t'i shmangemi blektorisë dhe do merremi me kultivimin e ullirit. Kjo është mënyra që kemi një çik lehtësime në blerjen e materialeve, 50% i vendos shteti dhe 50% i vëmë ne. Unë realisht kam rreth 3 vjet që aplikoj për naftën, kurse për këto si vjet i vëm për herë të parë. Kjo duhet brenda 1-3 mujorshi, duhet të rifreskuar. Mirë, po ne si përballojmë dot, ajo 1 muaj kohë. Aplikojmë, na dalim me vonesë, deri tani nëse kemi marrë. Ndërkohë, në zyrat e drejtorisë së bujqësisë në Gjirokastër është vënë re një rritje e ndjeshme e interesit nga fermer për mbështetje në aplikime. Në të treja zyrat që kemi ne në Gjirokastër, Tepelen dhe Permet, kanë ardhur më shumë se 50 fermerë të cilët kanë marrë asistencë teknike. Pastaj një pjesë e fermerëve vinë 2-3 herë derisa plotësojnë dosjet. Ka mbetur më pak se një javë, kështu që ardhja e fermerëve është më e shpeshtë tani, pasi për probleme të vogla që vinë, ata që mund të kenë një mangësi ose një paqartësi për plotësimin e dosjeve, mund të kenë ardhur 2-3 edhe më shumë herë. Afati për aplikime në skemat kombëtare të investimeve në bujqësi përfundon me 30 shtator të këtij viti. Autoritetet i bëjnë thirrje fermerëve të përshpejtojnë procedurat për të mos humbur mundësitë e mbështetjes financiare.